Pejgamberi alayhi salatu wasallam thotë Allahu e ka mallku ato që jep kamatën, ato që e merr dëshmitarët ata që e shkruan. Hum sawa, do të thotë ata janë të njëjtë në gjëra. Edhe pse nuk janë të barabartë në gjëra, mirë, po janë të njëjtë për arsye se gjithë konsiderohen që janë për lyme kamat. Pastaj këtu mundesh me thon shlirë dhe ai i cili ndihmon me hipotekë, duke lënë pasurinë e vet hipotekë për dikani i cili merr kamat, edhe kjo është bashkërisht me ta në gjëra. Kjo është rrezik tjetër. Se me mallku Allahu i lartësuar, do të thonë me jetuni musliman i cili merr kamat, jep kamat, e dëshmon kamatën, bëhet dëshmitar i kamatës, sillet rreth kamatës, sjell klient për të kamata, pastaj i nënshkruan ato, i vulos ato, edhe me jetu vazhdimisht me mallkimin e Allahut të lartësuar, edhe me thon pastaj ku po më shkon rroga, ku po harxhohet, gjitha këto të hyra që i kam nuk më mjaftojnë, nuk po muj me i qel syt. Thënë disa njerëz, s'po muj me përparu, s'po muj me ndërtu kur gjë, s'po mundesh për arsye se paraprakisht je duke jetu në mallkimin e Allahut të lartësuar. Pastaj rrezik tjetër është se Allahu e heq bereqetin në fitim dhe e heq bereqetin në jetë. Në jetën e një. Ai i cili sillet rreth kamatës i humb bereqeti jetës tij. Nuk ka bereqet as jeta as fitimi, as porja, sepse Allahu thotë yamhaqullahu ar-riba. Allahu e ban kamatën, e ban hi, edhe e ban pluhur. O jorbi sadaqat. Në anën tjetër e rrit kujdeset për lëmoshën, për sadakën, edhe e rrit ato, e bën të madhe, ndërsa kamatën e bën hi e pluhën. Kjo është ajo matematika e Allahut të lartësuar. Edhe kjo është ajo matematika shariatike që ndryshon nga matematika e ekonomisë jo islame, e që sipas ekonomisë jo islame, nëse jep sadak, nëse i ke ta llogarisim 1.000 euro, i jep sadak 100 euro, mesin mund të kanë me më pak, ndërsa te Allahu janë më shumë. Ndërsa nëse jep bërsh dikujt me kamat, jep 1.000 euro, për më t'i kthy 1.100 euro, këtu i ke shtu, ndërsa te Allahu i ke paku. E kështu që kjo matematik, edhe kjo llogaritje duhet me qenë përputhje me llogaritjen e Allahut, se Allahu thotë yamhaqullahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat. Allahu e bën hi kamatën. Smetet kurfar bereqeti, as kurfar fitimin ta, ndërsa sadakën e rrit lëmoshën. Allahu i lartësuar e rrit dhe e bën të madhe derisa e bën kot.